Po mundohem me rikapitullu, sepse jemi në minutat e fundit edhe çka harrova me vetë kur falem për ushqimin, e që shpesh duke tentu të ushqihemi shnetshëm. Për shembull, ka shumë persona që po na ndjekin atje dhe thonë, unë ndarë ke ha një sallatë. Po dhe sallata e gjelbërt në mramje është shumë e dëmshme. Ushqimet, një gjë duhet të kuptojmë, ne nuk duhet të ushqiem se duhet të ushqiem. Ne duhet të ndjehemi mirë kur ushqiem. Zora për cekim shumë herë. Po për mundje mirë hajmë një pite o doktor Beznik. Por të shëndetshëm, ne po. Duhet e dim, apo ndjehemi mirë me trurin ton, apo me trurin e dytë. Duhet e mendojmë jo vetëm në veten, por në zorën tonë apo në mikrobiomin tonë. Prandaj ushqimet e vëndshme janë të rrezikshme nëse secili duhet të sheh individualisht. Nëse nuk të bën dëm, mundesh me fjetë mirë. Por pas orës 6, unë nuk rekomandoj me ushqim. Absolutisht, sepse kjo është ai gabimi që e bëjmë, se hajtë se ndarë një salat, po edhe salate si vynë shumë kohë me utret. Vynë shumë kohë, salatat, fibrat, kërkojnë shumë kohë, është detyra tyre. Edhe gjumi nuk është i rehat shumë pastaj. Ne, në orën tonë zorëve, kohën kur ne po flejmë, kur një zorë si duhet pushim, ne kemi javë detyra me kry. Po, nga po pushojmë zorën e kemi aktivizu. Kemi aktivizu, kështu që kjo ngarkon zorën. Interesante kjo, sepse thash, ka njëherë mundohemi me bë mirë dhe bëjmë gabim. Gjitha që unë i rekomandoj, dieta ekstreme duhet me pas shumë kujdes. Dietat ekstreme, vetëm se kom lexuar dikon, duhet të kemi shumë kujdes. Po.